Por këtë arsye Enes ibn Malik transmeton që e kanë dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi Allahu ndëgjoi një muezin duke thonë: "Ashhadu an la ilaha illallah", tha pejgamberi Allahu: "Të lumë tha se shpëtove nga zjarri." Tha: "Të lumë se shpëtove nga zjarri." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Shpëtove nga zjarri një ditë." Përderisa je pasuesi kësaj fjale, jo vetëm kaq vëllezër të ndershëm, na transmeton Es-Sunabihi, i cili thot: "Kam jetu disa çaste shumë të vështira. Ditën kur Ubadet ibn Samitin radiallahu an ishte në çastet e vdekjes, Ubadet ibn Samitin radiallahu an, shoku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtrat i shtrim, kalon prej atij Sunabihi dhe se ne përmban vetën e tij dhe ja nis me çajt Sunabihi. Ubadet ibn Samit i përgjigjet dhe i thot: "Se po çan vëlla, se nëse Allahu ma mundson shejtlëkin, ta dish se të parin që kam e ndërmjetësu për ty. Nëse Allahu ma mundson të ndërmjetësoj për dikan, do t'jesh ti i pari. Pra vëlla i dashur, s'ka me lon sen që mundsohet, vetëm se kam i lutë Allahut që të ishe me mu në xhennetin e Allahut." Tha: "Mos qajo vëlla se valla, s'ka hadith që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e unë mos ta kisha tregu, për pos një hadith se kam tregu deri sot." Tha: "Para ta ndëgjoj e mirë se sot kam e ja tregu një hadith që me veshte mi e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, dhe këtë emanet du me përcjell, mos qem prej atinve që e mshej fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Tha: "E kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thonë: kush dëshmon, pra kush thot la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, harram Allahu alaihi nar." Allahu ka me abon ati haram zjarmit që ta gjeg trupin ati. Allahu ka me abon haram ati që gjeg trupin ati. Pa ata transmetohet gjithashtu që Talhat ibn Ubaidillah ishte i brengosur, i mërzitër, i pikëlluar. Kalon Omeri pran ati dhe thot: "O vlla, çka ke? Çka je gajlosën? Kush ta ka prish dhe t'ka idhnu?" Tha: "O vlla, tha e pa të ndëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili pa thonë, ai i cili e thot një fjalë në fund të jetës së tij, çajo fjalë ka me qenë dritë për ta, ka me ndriçu varrin, ka me ndriçu në regjistën ati, dhe ka me ja parfimos trupin dhe shpirtin." Tha: "Po mjeri tun, tha se ne pita cëna është ajo fjalë." Tha: "Mos u merakos o vlla se unë e di." Tha: "Të lumtja jo emir al mu'minin Omer, më trego cila është ajo fjalë që na i parfimos shpirtat, cila ajo fjalë e cila na i parfimos trupat, cila ajo fjalë e cila na ndriçon xhennetin, rrugën e xhennetin, na i ndriçon regjistën ton." Tha fjala la ilaha illallah, nga se nuk ka fjalë më të rëndë, nuk ka fjalë më të dashur, nuk ka fjalë më të mirë te Allahu azza wa jall se sa fjala la ilaha illallah. Para ta e Borejra e pyti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulallah, na ke tragu se inshallah Allahu t'ka premtu se ka me ta dhonë një pozitë të lartë, pozitën të cilën quhet pozita e falemderimit, pra Allahu do të mundsohet që të bëjnë shefat. A ke mundësi, ja Rasulallah, cili njeri, cila krijes është ma i gëzuar me shefatin tanë, cila krijes është ma e lumtur me shefatin tanë ditën e Kiamet?" Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Tha ja Ebu Hurajra, e disha se s'ka me mpyt për këta vetëm ty. T'kam po ja Ebu Hurajra, je dashamiri dituris dhe hadithit pejgamberit Allah. Tha ndëgjoja Ebu Hurajra, dhe le të ndëgjon ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma i lumtur në ditën e kiametit me shefatin e pejgamberit do të jetë ai i cili e thot fjalën la ilaha illallah prej loçkit të zemrës, prej mbrenësisë së zemrës, apo prej mbretësisë të shpirtit të tij. Pra lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën prej atyre të cilët e thojmë këtë fjalë prej mbretësisë së zemrës, nuk e shqiptojmë këtë fjalë prej majës së gjuhës. Ai që shqipton këtë fjalë prej thellësisë së zemrës, ka dëshirë ta kupton çka do të thotë kjo fjalë, nga se nuk është trembu kuptimi i asnjë fjalës në tokë. Nuk është trembu asnjë fjalë Allahut në tokë, më shumë se sa kjo fjalë, dhe ne inshallah në dersin e ardhshëm do të jetojmë disa çaste që të kuptojmë saktësisht çka do të thotë la ilaha illallah dhe pse do të thotë ashtu. Do t'i përcjellmi argumentet që na i la emanet pejgamberi Allahut mbi supet tona që t'ja mësojmë atë që na mësoi Allahu dhe të qerve